Nuk ka fest Bajrami pa baklava. Ëmbëlsira që karakterizon festën vjen me ara e shërbet, e ato të kuzhinës turke dallojnë nga ajo tradicionale. E nevoja për të sjellë një copës turqie në Prishtinë bëri që familja Mehmeti të hapte biznesin e tyre me baklavat me recetë turke. Ideja për me fillu këtë biznes dhe me bu prodhimtarinë e këtyne baklavave që janë me recetë turke, ka qenë ideja e babit, pasi që ai ka udhëtu shpesh në Turqi dhe kemi edhe familjar atje, edhe ka pasi ide kur kemi shku në dyqane ku shërbehet edhe baklava, kemi thonë pse mos me pas edhe në Kosovë një qësi prodhimtarie do me thonë, për me prodhu baklava turke. Mas nej, kena fillu këto, e kemi bu edhe prodhimtarin, i kemi pru mjeshtrit prej Turqis, edhe kena fillu këto me bu prodhimin e këtyne baklavave dhe kena fillu edhe me shitja. Në fillim ka pas interesim, po vazhdimisht tani ka shkutu rrit interesimi për këto baklava, pasi që Kosova njerëzit që jetojnë këto udhtojnë shumë në Turqi, edhe ka pas edhe shumë interesim për këto baklava, jënë pëlqyte njerëzit, i kanë prit shumë mirë, me vazhdimin e kohës, do me thonë, ka shkutu rrit interesimi për këto baklava, edhe na kena shkutu e shtu, do me thonë, lojshmërinë e tyne, se i përgatisim dikon 20 deri në 30 loje të baklavave. Zakonisht jemi të fokusum të baklavat me fëstëk, si kurse qysh prodhohen në Turqi, do me thonë, kemi edhe me orra, si qysh pëlqehen këto, e kemi edhe një loj që është pak ma tradicionale, që është sikur baklavat që bohen në Kosovë, po ma shumë jemi të fokusume të baklavat që janë turke, me recetë turke. Fillimet e punës rastisën të kishin qenë në kohë pandemie, e kjo i stimuloi ata të fillonin vetë me prodhimtarinë e tyre. Kështu, bashkë me produktet bazë, sollën edhe mjeshtrit më të mirë nga Turqia. Na do me thonë kemi fillu në vitin 2019 punën këto, do me thonë 3-4 muj pak para pandemisë, që jemi balafaqu me situatën e pandemisë, do me thonë me datën 13 marsve që është mbyllë në Kosovë gjithë qka, edhe na pasi që jemi furnizu me gjanat esenciale, si me indyr, me fëstëk, me krejtësana që na dohen, do me thonë për prodhimin e baklavës, jemi furnizu prej Turqis, edhe në fillimet e tona i kemi pru prej atjehit të gatshme, do me thonë, mas nej, vetë se është mbyllë gjithë qka, e kemi pa edhe të tudhës, do me thonë, me fillu këtë prodhimin e baklavave, për shkak që ka pas interesim të shumët, edhe nuk kemi dorëzu me lunë këtë biznes, do me thonë, kemi pas qaf veç me zhvillu halja ma shumë, edhe mas nej, i kemi pru edhe mjeshtret, cilët janë me përvoj shumë vjeqare, i kemi, do me thonë, për shkak që ata kam punu atje në Turqi, edhe na kemi pas nevoj këto, edhe i kena sjell këto për shkak që vetë se janë shumë dëzëtë në këtë profesion në përgatitjen e baklavave. Secila prej produkteve është e përgatitur nga duart e tyre. Edhe pse kam pasur kuriozitetin e shumë klientëve për mënyrën e përgatitjes, megjithatë, ata ruajnë sekretet e recetës origjinale. Faktikisht shumë njerëz pyesen, në minutin që e shohin baklavën, shumë llojshmërit e baklavave, pasi që shumë udhtojnë në Turqi, në minutin që e shohin, e di që është baklavë turke, edhe pyesen, do me thonë për prodhimin e këtyre se kush i përgatit, na normal ju tregojna që i kemi mjeshtrit me përvoj, tamam janë profesionist, edhe ata i përgatisen, do me thonë baklavat, ka raste që dojnë njerëzit me, për shembull me pa mjeshtrin, se mënyra se ç'është përgatitet, pyesen në detaje,
natyrisht na i kena sekretet e tona që nuk ja tregojmë gjithkujt, po mënyrën se çysh e përgatisin, se çka përdorim prej përbërësve, fistekun e këtu që vetë se simbolizon baklavën turke, është ma shumë fisteku, edhe pyesin njerëzit, janë shumë të interesum, edhe na vetë se ju tregojnë atë që i kemi mjeshtrit turk, edhe kemi edhe shumë klientë që janë turk, që jetojnë edhe veprojnë këtu në Kosovë, edhe ata shumë e frekuentojnë dyqanin tonë. Fëstëku është ajo që e bën më unike shijen e baklavas turke, në krahasim me ato të zakonshmet. Për mendimin tam, masi që vetë se jemi në këtë punë që 2 vite, mendoj që e bën fisteku normal, është simbol i baklavës turke, po edhe shumë llojshmëria e baklavës. Ka baklavë që është normal klasike, kemi baklava që janë tamam kështu krejt jeshile, që buhen veç me fëstëk. Shumë llojshmëria e tyne, ka përmbajtje që buhen me një lloj kajmaku për mrena, ka të ndryshme, shumë llojshmëria e tyne edhe veç se natyrisht baklava tradicionale përgatiten edhe këto, po për mendimin tam mendoj që baklava veç se është simbol i Turqisë dhe vetë se ata e kanë specialitet që përgatisin baklavën. Sipas saj, shumë klientë më nuk e përgatisin baklavan në shtëpi, preferojnë që në festat e Bajramit ajo turke të shërbehet në tryezën e tyre. Ka shumë interesim, edhe vetë se tashmë jemi në Bajram edhe ka shumë interesim për baklava, zakonisht femrat vetë se e përgatisin vetë na për shtëpia, po edhe meshkuj janë shumë të interesuar edhe e frekuentojnë dyqanin tonë shumë, edhe faktikisht vinë e marrin shumë baklavën tonë, edhe nuk më me thonë që na shta krejt e kanë lënë, nuk e bujnë na për shtëpia, se tjetër është baklava e shtëpisë, tjetër është kjo jona, po faktikisht këto e marrin shumë edhe më me thonë që na shta një shumicë e tyne e marrin, masi që kemi shumë llojshmëri, se na për shtëpia, për shembull me bu një lloj të baklavës, nuk e kanë shumë llojshmërinë që kemi na këtu në lokal tonin, edhe i marrin për shembull i kombinojnë, i marrin disa me arra, disa për shembull kemi edhe baklava me çokoladë, edhe ajo pëlqehet shumë, ato baklava që tregova më herët që janë jeshile, edhe ato i marrin i kombinojnë gjitha llojet, që me pas edhe në tryezën e tyne për Bajram, masi vetë se baklava është simbol, është simbol i Bajramit, edhe e shërbejnë na për tavolinat e tyne. Familja Mehmeti festat i pret në vendlindjen e tyre në Gjilan. E kujdesën që edhe atje tu dërkojnë shijen e baklavas që e përgatisin. Baklava tradicionale është krejt diçka tjetër, kjo që e përgatisim na është krejt një baklava, është specialitet ma ndryshe. Për mendimin tam, edhe ajo është e mirë, po këtu janë pak ma të veçanta, janë pak ma unike, edhe normal njerëzit, për shembull në familjen tem atje i pëlqejnë shumë, i marrin këtu baklava, na përgatisim edhe kadajef për shembull, edhe ju pëlqen edhe baklava shumë, edhe po më i me thonë që baklava me fistek më i me thonë ashta jo 100%, po më i me thonë që është ma e mirë se ajo tradicionalja. Adhuruesit e baklavas turke janë të shumt, e në kohë festash, numri porosive shtohet edhe nga qytetet e tjera të Kosovës. Shikues nderuar, për video të ngjashme si kjo, regjistrohuni në kanalin sot në YouTube. Serie A me komentim shqip vetëm në Telkos.